Me sa di unë, Spiropali ka shku për një vizitë zyrtare në Greqi të takohet me homologun grek, pra me ministrin e punëve të jashtme të Greqisë. Edhe ne duhet të punojmë shumë për fuqinisësinë e mirë në Ballkan. Por ajo që më shqetëson edhe çdo shqiptar është kryesisht problemi çam. Ne shqiptarët jemi anku gjithmonë, edhe vazhdojmë të ankohemi si popull, se qeveria jonë nuk ka bo sa duhet për problemin çam. Por unë mendoj, edhe kam kohë që mendoj, që problemi çam nuk zgjidhet vetëm se dëmtohet në qoftë se qeveria shqiptare kërkon të zgjidhë këtë problem. Çamët kudo që jetojnë, shqiptarët e Thesprotis, si quhet kjo Thesprotia ose çamëria, kudo që jetojnë në Turqi, apo në Evropë, në Shqipëri apo në Amerikë, duhet të rikonsiderojnë, të rishqyrtojnë problemin e tyre që janë shpërngull nga tokët e veta, sepse po humb komplet e drejta e kthimit, edhe s'do të kthehet kurrë, në qoftë se do të vazhdojmë të kërkojmë siç e kërkojmë deri më sot. Vëllezër e motra. Çamët, shqiptarët me etnitet, pa shtetësi, se ajo në shtetësia greke, pa në shtetësinë ku kanë lind, e nga ku janë debu, nuk mund të kthehen as me forcë, as me imponim, as me ligje ndërkombëtare, kur në çamëri ose në Greqi, nga ku janë dëbu me politikat që kemi ndjek në deri më sot. Vëllezër e motra, shteti shqiptar, ashtu si kurse dhe shteti turk, sepse në Turqi ka mbi 30 a 40.000 çam të shpërngull gjatë viteve 45, 44, 45, 46, diçka e tillë. Ka rreth 40.000 çam në Turqi. Mund të ketë një numër më të madh në Shqipëri e në Evropë. As Turqia nuk e detyron dot Greqinë t'i marrë mrapsh nën shtetësit e vet, grek që ua ka heq nën shtetësinë çamëve tanë shqiptar, edhe çamëve grek. Si du ta quajmë, por në qoftë se ata duan të kthehen në shtetin grek, është shteti grek ai që duhet ju lejoj kthimin. Më parë duhet ju rikthej në shtetësinë që ja ka heq. Në momentin që e ka heq në shtetësinë një shtet, nuk ka detyrime ligjore që ta e rikthej këtë, megjithse është po një krim i madh kolektiv kundër çamëve. Edhe ata e kanë justifikuar atë me të drejtë apo pa të drejtë si bashkëpunëtor me nazistët, popullsinë çame muslimane. Por në qoftë se çamët duan të kthehen në çampëmëri, ata mund të kthehen vetëm në qoftë se ato e pranojnë, e deklarojnë, që janë në shtetës grek, me gjak shqiptar, me etnicitet shqiptar, edhe që shkojnë atje si besnik të shtetit grek, edhe jo
si përçarës për të shkëput tokat shqiptare që janë ndonë në mënyrë pa drejt Greqisë, por që janë toka greke. Në radhë të parë, Grekët duhet i shohin ata si Grek që janë dëbu gabimisht ndoshta nga Greqia, si Grekët e vetë që jetojnë sot pa emrin grek në Turqi, në Greqi, në Shqipëri, në Ameriku do që janë, që e dun shtetin grek, edhe dun të rindreqin gabimet që janë bo, se janë nipërt e mesët atyre që janë dëbu, që në qoftë se shuhet dhe kjo gjenerat, pa bo për qapje të kthehen, do humb, do jetë një ide që ka ekzistu dikur një popull çam. Është koha që çamët, shqiptarët ose grekët, çfarëdo që t'i quajmë ne, është koha që ata të fillojnë të ngrejnë kudo që janë flamurin grek, më shumë se sa flamurin shqiptar. Le ta marrin në shpirt flamurin shqiptar e kur të vjen koha të ngrejnë. Tashti është koha që ato të tregojnë kudo që jetojnë se i përkasin shtetit grek, se janë dëbu me pa të drejt nga vatrët e tyre. Edhe se duhet kthehen dhe kthimi është jashtëzakonisht i vështirë. Pse është i vështirë? Është në radhë të parë është i pamundur kështu siç e kërkojmë ne, se nuk mund të imponosh një shteti me forcë të rikthej ato që ka dëbu, edhe që i ka dëbu dhe i ka dëmku si bashkëpunëtorët nazistëve. Është e pamundme, edhe si kur konventet ndërkombëtare të detyrojnë Greqinë t'i marrë, në qoftë se Greqia, shteti grek, nuk i don, edhe ato nuk shkojnë si në shtetës grek, por shkojnë si shqiptar. Është e pamundme që të pranohen, edhe nuk arrim asgjë me këtë adetarizmin që ne kemi, adetarizmin ato duhet të tregojnë ndaj shtetit ku duan të shkojnë të kthehen. Ka ikë dhe ka kalu koha që gjykatët e Evropës, për shembull, të rishqyrtonin këto sikur të detyronin me forcë Greqinë që s'do të dërojnë kurrë, se kanë kalu vitet me të cilën mund të apelohesh kjo. Ne kemi humb këto, se shqiptarët e Çamërisë e kanë humb këtë çans. Një herë për gjithmonë që të fitojnë në gjykata, nuk do të fitojnë kurrë këtë të drejtë. Po edhe sikur të fitojnë këtë të drejtë, shteti grek me të drejtë nuk do t'i pranojë në qoftë se ata shkojnë gjoja të detyruar, i ka detyruar Evropa për bota Greqinë t'i marrë. Është një strategji komplet e gabuar, komplet e dështuar. Edhe kur Shqipëria ashtu sikur dhe Turqia s'mund të hyjë, edhe nuk mund t'i fusë hundet, për arsye se Shqipëria mund të ndërhyjë vetëm në qoftë se ato jetonin në Greqi, si në shtetës grek, për origjinë shqiptare dhe Greqia i keq trajtonte. Për shembull, ne mund të ndërhyjmë në Bujanoc, në qoftë se shqiptarët e Bujanocit keq trajtohen se janë shqiptar, por janë në shtetës të Serbisë, ashtu sikur se mund ndërhyjë edhe Greqia për minoritetin grek në Shqipëri që jetojnë në Greqi, aty në Shqipëri, në Dropull, ku do t'jon. Por sa kohë që çamët jetojnë në Shqipëri apo në Turqi apo në Gjermani, Shqipëria nuk ka asnjë lloj të drejtë morale, ligjore, të kërkojë llogari një shteti që të kthej në vendin e vet, në shtetit e vet që i ka përzon dhe u ka heq në shtetësinë, thjesht se ato kanë gjak shqiptari. Shqipëria mund të ankohet kundrejt Gjermanisë në qoftë se çamët jetojnë në Gjermani, edhe keq trajtohen atje, edhe nuk i del për zot shteti grek se ju ka heq në shtetësinë, por i del shteti shqiptar për nga gjaku, për nga etniciteti. Po jo, në Greqi ku ato nuk jetojnë. Pra Shqipëria do bëj punën më të mirë që mund të bëj, që të mos implikohet në këtë çështje, që çamët vet të ngrenë më të madhe, në fillim duke tregu
atë besnikërin dhe dashurin për, si quhet, thespotia si ka për çamrin, për Greqin. Pra dhe njëherë, kudo që janë çamët, kudo që jetojnë çamët, nipër dhe mesët e çamëve, në për Evropë, në për Turqia, në për Shqipëri, duhet ta komplet ndrojnë strategjin, duhet ta shprehin dhe të ndjejnë dashurin për shtetin grek, edhe prap do t'jetë jashtëzakonisht e vështirë, dhe vështirësia është tek pronat. Pronat e shqiptarëve të çamërisë ose grekëve çam janë marrë dhe janë dhënë të tjerëve. Edhe do t'jetë jashtëzakonisht e vështirë në qoftë se shqiptarët ngrejnë si pikë të parë këmbëllafin çamët, grek ose shqiptar, marrjen e pasurive. Kjo do ta bonte jashtëzakonisht të vështirë, edhe sikur Greqia të deshte e t'i rikthente prap në Greqia, do t'u jepte nënshtetësinë që duhet arrit me çdo kusht kjo. Por kjo nuk është një problem i madh, për arsye se grekët i urdhrojnë, janë krah hapur për çdo lloj personi që pranon të quajë veten grek, që pranon të quajë shtetin grek shtetin e tij, që është besnik shtetit e tij, dhe rikuperohen problemi medet e dyti tek pronat, ke pasurit që çamët kanë humbë, shteti i ka marrë dhe u ka dhënë tjerëve. Kjo do zgjidhet fare lehtë në qoftë se problemi i dytë çam nuk do të ngrihet më të madhe prej çamëve që ato kërkojnë pasuritë. Ato duhet kërkojnë në fillim nënshtetësinë greke, pastaj rikthimin pak nga pak, edhe pastaj njohjen e pronave, kur të rikuperohen të dy palët, edhe të pranojnë që ka qenë një gabim i shporjes, dyntjes kolektive, ka qenë gabim kjo. Edhe kur këto plag të shërohen, kur të dy palët tregojnë që i kanë shëru plagët dhe duan të ndreqin këta, kryesisht kjo i takon radh parë atyre që vujnë, atyre që kanë më shumë për të përfituar, që janë çamët. Ata duhet përpara, jo të harrojnë ato që është po, por mos jetojnë me atë bitterness, si themi ne, ndjenjen e pafalshmërisë. Këta duhet të falin shtetin ku kërkojnë nënshtetësinë, edhe pastaj vjen gradualisht, në qoftë se pronat janë marrë stërgjyshrave të tyre, ose Greqia fillon edhe i domshpërblen greket që kanë marrë pronat, ose shqiptarët ortodoks që kanë marrë pronat e tyre, edhe ju a kthen këtyre, ose dal nga dal domshpërblen këta me vlerën që mund të ketë toka që u është marrë, është dhënë, ose grekeve, ose çamëve ortodoks. Por në radhë parë, çamët, grek ose shqiptar, çfarë do të quajnë veten, duhet që të shtrinë një tjetër lloj dore drejt Greqisë, drejt Athinës. Ato duhet të fillojnë të shpalosin që janë grek, të marrin lart flamurin grek, të jenë krenar që jashtë ndahet çamëria e Shqipërisë dhe është thonë Greqisë, s'ka rëndësi tash për tash ka rëndësi që ajo tokë është e shtetit grek, edhe ty të është heqë në shtetësia greke, jo është heqë stërgjyshrit atë, apo gjyshrëve tuj, edhe duhet kërkosh të kthehesh atje. Kjo pastaj, në qoftë se ne do jemi në gjendje, ne shqiptarët siç kemi qenë për shekuj më radhë dhe kemi ruajtur identitetin ton, le të shërbej kjo të bëhet pastaj më vonë urë që lidh dy popujt, edhe jo mine me sahat që është gati të plaset për caset e të na fusneve në luftrat të tjera të reja në Ballkan.
Por edhe njëherë, unë shpresoj që Spiropali as nuk e ngremë këtë çështjen çame sepse e kthen në çështje shqiptare dhe vetëm se e vështirëson, e pengon dhe bon kur të realizueshme kthimin çam. Ne s'kemi fuqi, ne s'kemi forcë, ta imponojmë Greqinë të bëjë diçka kundrejt vullnetit të saj. Greqia duhet të shohë atë në favor të vet dhe e ka në dorë kryesisht çamët që të ndrojnë strategjinë që kanë qerë mësot, mos të shpalosin me urrëtitjen, mos kërkojnë më në për Evropë, që Evropa të ndihmojë se s'mund të ndihmojë dot, por të drejtohen shtetit grek, si në shtetës grek, që kurse kanë harru nga din, ku kanë jetu gjyshrit e stërgjyshrit e tyre, dhe se dun me çdo kusht të bëhen prap nën shtetës të Greqisë, edhe Helen krenar. Pra, ju lutem vëllezër e motra, në qoftë se nuk doni që të shuhet një herë për gjithmonë emri çam në Greqi, shqiptarët duhet të distancohen, çamët duhet të ndrojnë strategji, edhe duke dëshmuar dhe vërtetuar që nuk është lojë dhe hipokrizi, ata mund të kthehen sërish atje ku duhen më u kthy, në çamëri. Sami Gjoka ju përshëndet.